Përshëndetje, ka kuzhina një jetë sot kam vendosur me nda me juve edhe një recetë natyrale tashti koha gripave, bakterjeve, virusave edhe si të vjen aroma e mirë në shtëpi plus bakteriet të mbytë gjitha edhe ja vlen ta provoni këtë metodë të gjithë. Krejt që ka ju nevojiten janë vetëm i merrni 2 limona, i pastroni, i ndani kështu pra në 4 pjesë siç po shihni. I merrni edhe qëtë 1-2 gota të vogla, përfumni qëtë një palloma, që mos tjetë krejt në fund që të mbyllen pra limonat, edhe çka na nevojiten është pra krip Himalaya për ndryshe pink salt, këtu e gjeni në çdo market ushqimor. E ka këtë pjesën ku e sjellim sikurse biberit edhe bluhet pra kripa, siç po shihni është e bluar. I merrni limonat qështu edhe merrni bismillah krip pra Himalaya e qitni në mes kështu ku imi prej pra limonat, të 2 limonat. Fëmijini ka pra gripi, bakterjet, gjithka sjellën për shtëpi ku jetoni, mundeni me qit nga një limon kështu pra në të gjitha dhomat me krip Himalaya. Është shumë i shëndetshëm edhe i largon të gjitha bakterjet pra në shtëpinë tuaj, plus i jep një aromë shumë të mirë pra shtëpisë aty brenda dhomës, pra pa marrë parasysh në dhomë vjetjes, në dhomë të pritjes, në korridor e kudo që ju dëshironi pra. Për juve që keni osma, keni probleme me frymorjen, e shihni vetë edhe bindini vetë pra sa ju ndihmon për me marrë frym ma lirshëm edhe ja u qel fytin me thonë për ndryshe, ja u hop hunden për me nuhat ma mirë, pra ja u qel hunden. Vlen me provone edhe bindeni vetë të gjitha ju motra, pra që keni fëmijë të vegjël, po ashtu për të rriturit që kanë osma, për krejt vlen kjo. Provone edhe bindeni vetë, e shihni vetë, e lani 2-3 ditë kështu edhe e ndrani prap e përgatitni prej fillimit kripin e qëtni limonave të frest. Faleminderit për krahjen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pofshi.